Pas rresheve të mëdha të shiu, të cilat ndodhen paraditën e kësaj të hënë në komunën e Rahovecit, ky parking nën toksor është mbuluar pothuajse i tërë me ujë dhe përpasoj disa vetura kanë mbetur të bllokuara. Pas rresheve të mëdha të shiut, edhe rrugët kryesore të qytetit të Rahovecit u vërshuan nga ujë dhe uji ka hyrë edhe në disa biznese dhe shtëpi banimi. Tu jemi te parkingu i cili është vërshu për shkak ujëmbledhësi që është sipër pymjet parkingut është mbyllë me zodh dhe mbeturina tjera dhe uji ka vërshu ka në parking. Thash jemi tu e pastru, po njëjtën kohë edhe drenazhimi i parkingut pastrohet diku brenda një ore, parkingu pastrohet dhe me kompanin e funksionalizojmë e pastrojmë prapë. Për shkak të rreshjeve dendurat që kanë ndodhur shiut për një periudhë shumë të shkurtër dhe terrenit gjeografik cilin e ka komuna e Rahovecit përkatësisht qyteti, ka ndodhur vërshimi i shpejt i shiut, ma ndiku rreth një ore ka qenë gjithas një ore plot nuk ka qenë, uji ka me intensitet lartë dhe rrugët kryesore të qytetit shumica janë kanë vërshuar prej ujit, janë edhe video që i kanë postuar qytetarë. A ka pas edhe zona të tjera për rreth komunës së Rahovecit të përmbysura, e kam fjalën fshatra ose zona të tjera? Po, kemi edhe në zona tjera, janë Pataqani është një pjesë, Fortesë, po kemi edhe bizneset ose shtëpi njerëzve që i ka inë uji për shkak të terrenit, që në teren ma tullë është këthy ujë sepse kanë rjedhe e madhe ujit.